Me kërkesë të një mikeshës time të faqes së Facebookut, e cila më ka kërkuar vazhdimisht të përgatis sallata të ndryshme, sot unë do të përgatis një recetë tepër të thjeshtë me sallatë jeshile. Do të përdorim sallatën jeshile, nuk ka nevojë për masa, sepse në varësi të personave që ne jemi, mund të marrim me sy, ta shohim vetë se sa na duhet. Pra sallata jeshile, një filxhan kafeje me vaj ulliri, shumë pak krip, këto janë speca djegëse të grira, të cilat sipas dëshirës mund t'i përdor. Duhet të përdorim disa kokra ullinj të zinj, 100 deri në 150 grame djathë të bardhë. Do të përdorim një pjesë të tillë kastravec apo sallator, siç mund ta quajmë ne, një specë deg me kopër të njoma të freskëta, të cilat mund të marrim vetëm pjesët e gjetheve. Sipas dëshirës mund të përdorim qep të njoma ose qep të reja, një kokër domate, një limon, në vartësi të madhësisë së tij mund të përdorim gjysmën ose një kokër të plotë. Disa deg me majdanos të freskët, gjithashtu një fetë e tillë buke ose deri në 2 feta buke sipas dëshirës, të cilës i kemi hequr korren. Këto janë përbërësit për pjatën e sotme të sallatës që do përgatisim. Pasi sallatën e kemi larë, e kemi pastruar mirë dhe e kemi kulluar nga uji, e ndajmë në pjesë të tilla të vogla duke e coptuar me duar. Nuk është e nevojshme që ta presim me thik, por thjesht e ndajmë në pjesë të vogla. Është e rëndësishme gjithashtu që sallatën për 5 deri në 8 minuta ta vendosim në ujë me uthull për t'u larguar të gjitha kimikatet apo të gjithë mikroorganizmat që mund të mbajë sallata në vetvete. E presim, e vazhdojmë e presim dhe bëjmë një sasi sa e shikojmë ne të arsyeshme, sa duam ne. Me një pirun do ta shtypim djathin dhe do ta bëjmë të imët fare. Kjo është një recetë nga fëmijëria jonë dhe përgatitjen e djathit në këtë mënyrë na e kam përgatitur hallat e mia, na e përgatisnin gjithmonë kur ne kemi qenë të vogla dhe na e përgatisnin si ushqim i shpejt i thjesht dhe për të hapur oreksin. Është shumë e këndshme dhe unë mendova që ta përgatis sot për të kujtuar apo për të sjellë në vëmendje diçka nga e kaluara jonë. Pasi e coptojmë mirë djathin, këtu do të shtojmë pak kopër dhe bukën, të cilën unë e kam grimcuar, e kam bërë pjesë të vogla. Këto do t'i bashkojmë tek djathi dhe do t'i përziejmë vazhdimisht me pirun derisa të përzihen mirë. Mund të përdorim dhe duar, do me thënë ta punojmë me dorë dhe të krijojmë topta të vegjël të madhësisë që ne duam, por do t'i lidhim mirë, do t'i punojmë mirë me duar. Pasi e kemi përzier mirë djathin, që të lidhen mirë me gjithë përbërësit e tjerë që kemi shtuar këtu, do të shkëputim pjesë të vogla të tilla dhe do t'i japim një formë sferike, pak a shumë sferike. Madhësinë e tyre mund ta bëjmë sa të duam, por sa më të vogla më mirë. Ja ku i kemi radhitur këto që kemi bërë, do ta përfundojmë të gjithë djathin, në këtë mënyrë do ta përgatisim të gjithin dhe i kemi gati. Meqense topat me djath i kemi përgatitur tashmë, do të vazhdojmë me sallatën jeshile. E kemi vendosur në këtë enën e madhe për të patur mundësi që ta përziejmë mirë dhe kemi vendosur sallatën jeshile. Gjithashtu këtu do të shtojmë domate, të cilat i kemi prerë sipas dëshirës mund t'i presim, edhe sallatorët dhe specën e kuqe. Këto do t'i shtojmë të gjitha. Këtu do të shtojmë edhe ullinjt e zinj. Dhe do t'i përziejmë mirë. Tek vaji i ullirit do të shtojmë pak krip. Dhe sipas dëshirës mund të shtojmë dhe limon. 1 deri në 2 lugë, sa të duam ne. Këtë masë të gjithën do ta përziejmë mirë dhe do ta shtojmë tek sallata. Derisa të tretet pak sa kripa. Të gjithë masën do t'ja shtojmë sallatës. E përziejmë mirë dhe e kemi gati. Këtu do të vendosim edhe djathin dhe gjithashtu sipas dëshirës edhe pak spec djegës. Unë do t'ja vendos për kënaqësinë time, po njerëzit që nuk e duan edhe mund të mos e vendosin. Ja ku e kemi gati.
Mund të shtojmë dhe pak speca të grira që janë pak sa djegse. Dhe sallatën e kemi të përfunduar. Pasi e kemi vendosur për ta servirur në pjatë sallatën, në kohën do me thënë që ne do ta konsumojmë, sipas dëshirës mund të shtojmë edhe pak qep të njoma sipër, gjithashtu dhe mund të vendosim për dekorim edhe ndonjë deg me majdanoz. Dhe e kemi gati pjatën e sallatës.